është që kanë ra deri në 8, 10 kilogram. Po, deri në 8 kilogram, po. Vakumi është shumë sa një mirë se ndihmon edhe në balancimin e qarkullimin e gjakut, e rregullon metabolizmin, e balanson trupin, i largon toksinat edhe ti ke me pa ndryshimin me njëherë. Jashtë asaj që ti ndihesh mirë me formën që e ki marë, ndikon edhe në shëndetin ton mental. Që ti edhe ma mirë njësh kur i ki largu toksinat prej trupit. E rezultatet e tjera janë që kanë largu ujin prej trupit, që vakumi ndikon edhe me largu ujin e tepërt prej trupit. Edhe që e kam një rast para 2 viteve, nëse nuk jam gabim, një gru ka qenë, i ka bo dikund 10-15 seanca, nuk jam shumë sigurt, e ka pas rezultat jashtëzakonisht shumë të mirë, ka pas mbetje ujit tepër në trup, edhe ka mujt për herë të parë me pa këtë pjesën e dorës të rafsht, jo që ka pas gjithmonë pak se ma të ajtë. Aja u konë rezultati ma i mirë, edhe mu i me thonë që deri sot, që ajo është për mu rezultati ma i mirë që e kumë pas. Që ka arrit ketat rezultat. Po mirë, tani puna, se cila puni ka sfidat e veta, edhe peripetit e veta, por në përgjithësi, me sa kam pas mundësi të intervistoj edhe musafir të tjerë, sidomos estetistët, ose të gjithë ata që kam punë me gjininë femrore, din të jetë pak me vështirë, të marrë parasysh gjithë komplekse, gjithë dëshira, gjithë kërkesat që femrat i kanë. Sa është sfidu se tani kjo pjesë për ty? Normalisht se cili biznesi ka ngritjet edhe ulljet e veta. Mu ma ka bo shumë të letë komunikimi me klientat edhe që kalojnë atë të qaste me klienta është shumë ma e letë edhe me punu, edhe me mbajt ritmin e punës, se për një me i kam klientet shumë të mira. Kina kriju një farë hapsire shumë paqësore, shumë të mirë, që edhe me qef shkoj edhe me qef këthena, edhe e di edhe që edhe klientët vinë me qef. Si punë është sfiduse, se ki klientat që lypin rezultatin me pas me njëherë, dojnë brenda një ore me bo mrekulli. Procesi i shërimit lëkurës edhe pastrimit biologjik të organizmit e krimit që lizave të reja lypa ko. Është një periud, një javore, 2 javore, një mujore që derisa të shkoje procesi i rikuperimit lëkurës. Është sfiduse me punu me klient që këshyrin me marë rezultatin. Vinë me një problematik që e kanë kriju vetë, ndër vite, një problematik që është shumë e shtirë, edhe dojnë me të parënherë me largu ato, dhe mus më kujdes edhe jashtë atë tretmanit, mus më kujdes kur gjo për këtë punë. Kjo është pak ma sfiduse, po gjithsesi janë kaluse, janë një numër pak ma i vogël që e kanë këto, se njerëzit besoj tash kanë fillu edhe me kuptu që i duhet ko, edhe shërimit lëkurës, edhe duhet ko për me marrë një rezultat.